sit njëri është emocional, i hub durimi, atëra për shembull sillet keq me bashortën, ushtron dhunda i fëmijëve, sillet keq në shtallën shoqni. Mendoj që dy prind do të më konë aktiv në këtë aspekt. Shumë mirë. Mos më morë si obligim që nonës. Burri do të me kuptu edhe nonën, domethënë kur ajo është e lodhme ose është kongë ndonjë ngarkesë. Për shembull nuk është turp baba më heq pampirsin ose ndoshta edhe mi lakre. Bab do të më munu me përvetësu, domethënë aftësitë e reja, për shembull edhe me më mësu edhe me heq pampirsin ose me veshë se ndoshta në fillim vjen vështirë, po dikur mësohesh. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Qyshe? Mirë, faleminderit. Mirë. Po shohim me dy fëmijë. Po. Kompliment mas pari që po shohin dikani prind tashman. Po. Nëse ai shoh gratë. Po, mendoj që dy prind do të më konë aktiv në këtë aspekt. Shumë mirë. Mos më morë si obligim që nonës. Kam diskutuar që tempo, se pashë Po, kena dashur një person si ju ashtu që. Po, ne faleminderit. Se në Kosovë, shumica domethënë atë synimi më të madh e kanë një grua domethënë e ka bërën më të madh për fëmijë. Ja, falë, vishte të nali. Domethënë mendoj që burri do të me kuptu edhe nonën, domethënë kur ajo është e lodhme ose është kongë ndonjë ngarkesë. Për shembull nuk është turp baba më heq pampirsin ose ndoshta edhe mi lakre, mi pastru për shembull ose mi vesh ose çka do të qoftë. Mendoj që ndoshta kjo ka qenë pak mentaliteti ku është kalume, që do thotë baba u kanë turp për shembull më mirë ndoshta me fëmijë sikur që shmerret nona. Mendoj që ndoshta jemi të jetu një kohë që pak jemi shkollu më shumë, edhe jemi dalë ndoshta në përbot, kemi pa më shumë, ndoshta kemi informacione më shumë, edhe mendoj që kjo është një kulturë që është e mirë. Domethënë nuk mendoj që një prind është i mrapametëm nëse kujdeset për fëmijën sikur një nonë. Kjo tabu është hala në Kosovë, në vendin tonë që nëse një burr domethënë u heq pampirsin, prishet burrnia. Po e vërtet, ndoshta hala ka pak prind që janë pak më në moshë që ndoshta hezitojnë për shembull më heq pampirsin se ndoshta shën dikush edhe që po thotë i heqet burrnia. Po mendoj që kjo një prind diçka e ngrit. Edhe mendoj një prind do të më konë i përgjithshëm, domethënë më kontribu sa më shumë që është e mëjshme. Në këtë aspekt, po vjen mirë që po thotë dy palë duhet, po kontributi më të madh sa vlerësohet një nanë që e bën më shumë për shembull, sakrificat më të mëdha që i ka. Ty fillu prej shtatzanisë deri tek lindja. Po e vërtet, domethënë nona i ka do aftësi pak më shumë se sa baba, domethënë edhe fizike edhe në aspekte tjera, domethënë që shtatzania e tjerat, po mendoj që baba do të më konë për shembull gjithë pranë gruz vetë, pranë nonës fëmijëve që nëse ka nevojë diçka, mi ndihmu. Edhe mendoj që një babë nuk do të më hezitu për shembull, ndoshta është babë i ri edhe si ka rënë ndoshta mi vesh fëmijët ose janë rruçë që tha pampersat ose, po mendoj një babë do të më munu me përvetësu, domethënë aftësitë e reja, për shembull edhe me më mësu edhe me heq pampersin ose me vesh ose ndoshta në fillim vjen vështirë, po dikur mësohesh. Që e kështë sugjeru gjithë prindëve, ata që sidomos planifikojnë familje moshën më të re. Më thonë mendoj që aja përgjithësia kryesore është mi eduku fëmijët. Dhe mendoj që dy prind do të më konë aktiv, edhe do të më konë vigjilent, sidomos tash që po jetojmë një kohë që po ka shumë, domethënë ligësi, domethënë po mundesh ato me marrë përmes internetit ose përmes shoqënisë. Dhe mendoj që dy prind do të më konë vigjilent që me rujt fëmijët, më pas kujdes që ata nëse morë shprehit këqija, edhe më punu shumë, sidomos në moshën më të re të fëmijëve që ata me fillu me fitu ato shprehit e mira. Shajmë mësu vetë përmbajtjen, me fitu durimin, më konë pak disciplinum, për shajmë sa të shoh shumë prind i lanë hajtë se ka punë se o të këshyrë futbol edhe e lenë fëmijën për shembull 2-3 orë në iPad ose në telefon. Mendoj që prindit do të më konë më aktiv me fëmijë që fëmija më konë me mësu më konë i disciplinum. Jo me pas për shembull se nëse fillon për vëzhlije me pas si jetën e shturme, domethënë pa kufi, tërë edhe ku të rritet, mendoj që ai fëmijë ka pas problem ndoshta edhe me më konë i suksesshëm në shkollë, në sport ose çka do të qoftë. Mendoj që kjo është puna kryesore që domethënë më mundu më jap atë shprehje të mira fëmijës.
Në këtë aspekt, a po shet që ka bashkëpunime mes çifte, mes një grua dhe një burrit për rritjen e fëmijëve? Po, do më thonë, përgjësi ka, po ka dhe raste që nështë nuk bashkëpunojnë. Do më thonë, tashti nështë do të më bëha dhe anketa, adin, që mi pyet për shembull prind, adin që është bashkëpunimi, adin sa punojnë bashkarisht. Adin. Po në përgjësi, tash nështë këto gjeneratët e reja jenë ma bashkëpunuese nështë. Prind, dhe më thonë e ri. Se kemi shumë prind, duke mos parashtuar, që do të thonë, ai ndoshta është i ulur, të ndëgjoj muzikë, të shoqëron televizion, me fëmijë ndoshta është në zonë gruaja në kuzhinë diçka të punu, nuk është që merret shumë me to. Hajtë gruaja le të thonë ajo. Çdo herë. Po dhe kjo është gabim se adin menaj që një prind nuk do të me këqyrë për shembull nështë veç që për marrë shembull babën, me këqyrë veç habet e veta, nështë na herë e merr gjumi, ka qef mu flajt, po nëse shen për shembull të nevojshme që ka nevojë për shembull nona, gruaja, do të thonë me minimu diçka me fëmijë, se nështë ashtu gatu diçka dhe fëmija të qajt, do të thonë nështë aty të merr gjumi ose jetë të këqyrë një program që të pëlqen, menaj që për shembull prindi nuk do të më konë egoist, do të më konë i sinqert me vetveten. Do të thonë që ti për shembull do të më konë që më thonë kontribus dhe mja dash të mirën, më dash mja lecu tjetërt gjenin që është ki qef vetit, që është ki qef dikush më ta lecu ty. Menaj që jo vetëm prind, po dhe njerëz përgjithësi do të më nis për vetvetes. Që është kem nevojë na herë dikush më na animu, menaj që edhe na do të minimu të tjerëve dhe jo që është më thonë mi që thonë gjuhën popullore mi bjëshnu seno, do më thonë mi ikë seno. Do më thonë tash të hajtë pishti që thonë na popullore vesh në vesh. Do më thonë mësë do më thonë me anashkalu për shembull dhe me këqyrë veç interesin tanë. A dhe në menaj që kjo është kryesorja. Po bje mirë që e të patuam këtë një temë që është shumë për të diskutuar. Po, e vërtet. Po do të në fund me të pyet, në të raste sa ka pas nevojë bashkëshortja, sa i më du afër me qëndru. Raste tilla. Po më në çfarë aspektesh? Gjatë rritjes, gjatë atyre që ajo ka pas nevojë ndoshta me qenë me pushu ose me qenë domethënë aqësi me pas kur ndoshta ka qenë në situata jo të mira gjatë. Po dhe menaj që po edhe gjatë linjës po ka edhe situata ku bashkëshortja për shembull më konë sëmur. Tani ti nështë 80% e punëve që i banë për shembull ose 90% të bashkëshortës për shembull menaj që baba bashkëshorti do të më munu mi ba për shembull. Dhe nështë me më munu për te i kapacitetit, se qësh ajo për shembull kujdeset për fëmijë, edhe nështë 24 orë është edhe mençme, është e përgjithshme, edhe burri për shembull do të domethënë shkesh në mënyra më e mirë për më konë mirënjohës ndaj bashkëshortës. Që ti, kur ajo është në vështërsi, është në ngusht, dhe më thonë ti me më mënu me zavendësu. Në fund, një mesazh të shkurt, gjithë prindëve, gjithë burrave, gjithë grave që ndoshta do të shërbej për jetë. Mendoj mesazhi ose qelsi me pas një marrëdhënie të mirë bashkëtorë është vetë përmbajtja, dhe më thonë mos më eksplodu. Çfarëdo situate që kanë, do më thonë me kalu në emocion, se njëri kur të kalon emocion, pastaj mund të më thonë fjalë të rana, ose nështë dikush përdor edhe dhunë. Mendoj që vetë përmbajtja është ai qelsi që njeriu mundet me bë veprime të mençura. Si të njëri është emocional, i hub durimi, atëherë ai për shembull sillet keq me bashkëshorten, ushtron dhunë ndaj fëmijëve, sillet keq në edhe në shoqëni. Shpeshojmë tash edhe nëpër televizion, mendoj që kryesorja është kjo që vetë përmbajtja dhe mos më këshyr mi gjetë gabime njëri tjetrit. Me ç'më thon, ata gjeta në gabim, gabove, ndonjëherë është mirë edhe me mshël syt, po ajo domethënë kthehet, se nëse ti nuk e akuzon gjithkuën për shembull bashkëshorten tonë, ajo tani ta kthen, domethënë në mënyrën pozitive. Prindi i mrekullueshëm, një shembull. Pata shumë kënaqësi që bisedova me juve. Faleminderit. Uroj më të mirat. Besoj që këto mesazhe të mira, këto fjalë të mira që i thoe, të mos shkojnë në vesh shurdhë për gjithë prindit. Inshallah, po do të më mënu adin me këtë që jemi me shprej ata që mendon që është e mirë dhe ku e din dikush mundet më përfitu. Edhe ju jeni të kontribu që domethënë po folën për tema që janë të rëndësishme.
E vlerësoj shumë. Faleminderit edhe Uroj për më të juve. mirat, faleminderit shumë. Gjithashtu suksese. Kalosh mirë. Kalosh